Zoti Bardhi, kur ju interesoni referoheni traditës, kur nuk ju intereson nuk i referoheni. Unë kam rregulloren përpara e Zeza Midobardh, nuk kam për ta lejuar që ju me anë të pyetjeve të prishni seancat dhe raportimet. Asnjëherë sepse nuk më lejon edhe mua vetë rregulloria që t'ja u hap këtë hapësirë. Më vjen keq. Nuk po mohon njeri përgjigjen e pyetjeve, po kërkoj të lexohen pyetjet dhe përgjigjet gjithashtu. Pyetjet nuk i lexon deputeti, nuk thuhet as gjikundi, zoti Bardhi. Lutem mos e prishni. Zoti Bardhi, në bazë të nenit 64 të rregullores, ju tërheq vëmendjen, pra marr masën e parë ndaj jush. Atëherë, në bazë të nenit 64, ju jap masën e dytë, vërejtje. Nëse vazhdoni, natyrisht, rregulloria më detyron të vazhdoj. Zoti Bardhi, në bazë të rregullores, po ju jap masën e tretë, ju hiqet e drejta e fjalës për gjithë ditën e sotme. Zoti Gajta, do vazhdoni apo kërkoni një pushim të qetësoheni e të riktheheni? Zoti Balla, procedurë. Si the? Atëre, zoti Bardhi, ndjes zoti Balla, po marr masën e katërt për ju. Përjashtoheni nga seanca. Largohuni, lini sallën. Zoti Balliu, keni marrë një vërejtje, një tërheqje vëmendje, po ju jap masën tjetër vërejtje në bazë të nenit 64 të rregullores. Zoti Bardhi, jeni totalisht në shkelet rregullore sepse jeni përjashtuar nga seanca dhe po pengoni si një i përjashtuar, po pengoni kolegët të flasin dhe të zhvillojnë debatin. Zoti Balla, ndjes, fjala për ju. Zonja dhe zotrinj deputet, rregulloria e kuvendit ka një nen që quhet neni 116, cilin po e lexoj. Kur ngrihen pretendime gjatë zhvillimit të seancës plenare lidhur me interpretimin dhe zbatimin e kësaj rregullorie, është kompetencë e drejtuesit të seancës për të vendosur për pretendimin e ngritur, vendimi i cili nuk është objekt diskutimi. Koleg deputet, kryetari i kuvendit ka gjithë plot fuqishmërinë nga ky nen i rregullores, që kur një deputet, qoftë ky dhe kryetar grupi, e lexon një nen rregullores në këndvështrimin e tij, dhe kur nuk ju intereson ju tradita parlamentare, zoti kryetari i grupit të Partisë Demokratike, unë ju kam bërë një thirrje dje dhe po ja përsëris edhe sot. Është shumë e rëndësishme të ruhet etika parlamentare. Dje je drejtuar presidentit të Republikës që je i paburr. Tani vazhdove me të njëjtën gjë këtu kundër. Jo. Unë po të njoftoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste do kërkojë përjashtim jo për 1 ditë, po për 10 ditë deri kur të vinë mend ty. 5 minuta pushim, zoti kryetar. Dakor. 5 minuta pushim derisa zoti Bardhi të largohet nga salla.